Po, sot ne jemi në 28 vjetorin e përjetësimit në altarin e lirisë kombit dhe të bashkimit kombëtar të Bahri Faziut, herojit Bahri Faziu, i cili ka rënë në tre kufirin shqiptar, pra që Kosova, Malezi, Republika Shqipërisë, në një mision të vështirë, të rrezikshëm, por fisnik. Bahri Faziu i tillë ka qenë prej momentit kur e kam njohur, personalisht kam qenë njëri prej shokëve të tij, edhe kam pas nder që kam bashkëpunuar me të. Ai ka qenë në Rahovec diku në 90-ën, edhe që nga ajo kohë e kam njohur edhe për së afërmi. Pastaj jemi mobilizuar në kuadër të lëvizjes kombëtare për çlimin e Kosovës, ku ka qenë bartës i shumë përgjegjësive, ka qenë njeri të jetë i përgatitur, në radhë parë njeri ka qenë, një njeri i përgatitur me dije dhe me horizonte të hapura, bashkëpunos shumë, me virtytet larta njerëzore, kombëtare, morale, dhe ne e kemi mbështetur vazhdimisht sepse i kemi besuar asaj çka ka përfaqësuar pra Bahri Faziu. Edhe si artikull shkrues i mirë, si prozator i mirë, si njohës i mirë i rrethonave politike brenda dhe jashtë, po mbi të gjitha ne e kemi njohur dhe i kemi besuar sepse ka pas qartësi në ato që është platformë e sqarimit, vetëdijshimit, mobilizimit dhe organizimit të kryengritjes së përgjithshme të armatosje e vetmja rrugë, si e vetmja alternativë për çlirimin e atë dheut, për çlirimin e tokave të pushtuara dhe bashkimin kombëtar. E ka udhëheq gazetë organin politik të lëvizjes kombëtare për çlimin e Kosovës, çlirimi, është themelosi i lëvizjes kombëtare për çlimin e Kosovës, ka qenë kryeredaktor i saj, pastaj ka qenë edhe kryetari i organizatës politike, ushtarake, lëvizja kombëtare për çlimin e Kosovës, dhe në këtë cilësi edhe është përjetësuar në altarin e lirisë kombit në Vogiqe të Plavës. Ne kur nuk do ta harrojmë angazhimin, përkushtimin, vendosmërinë, guximin, mbi të gjitha qartësinë politike që ka pasur dhe leadershipin që ka dëshmuar gjatë gjithë angazhimit të tij politik, pra kishte një jetë të shkurtër, po la një vepër të bujshme, një vepër të madhe, e cila na porosit, ne të gjallëve, bashkëluftarëve, bashkëveprimtarëve, po edhe gjeneratave që vinë, sepse porositë e Bahriut janë aktuale dhe sot, dhe porosia e tij është që interesi i përgjithshëm, interesi i atë dheut, interesi kombëtar është mbi të gjitha, edhe në këto rrethona ne vuajmë edhe sot e kësaj dite nga një njeri që është i kompletuar me gjitha virtytet njerëzore, morale, kombëtare, atletare, edhe njerëz si Bahri Faziu kanë mi shërby, edhe modeli i angazhimit të tij kanë mi shërby këtyre brezave që jetojnë sot në liri, por edhe brezave që vinë pas nesh për ta shndërtuar amanetin, aspiratën e popullit shqiptar për liri dhe bashkim.